shokët e mi jern. Pa. Super. Jam vërë kështu se dje u lam normalisht dhe i kapa të puzë. Next. Ky fragment është për të kujtuar ty që duhet të shkosh të hidratosh veten. Kështu që çau, e shkopi ujë. Tani, po të shikoj, çau dhe shkopi ujë. Pim ujë. Mos e shikoni shishen kaq të madhe. Që është më e madhe dhe se kokaina. Po këtë duhet ta pi në ditë. Mundësisht duhet të pi 2 si këto në ditë, po pi vetëm këto një herë në mirë jemi. Qyshe qove dhe ti. Shko pi ujë bashkë me mua. Pse vetëm mund të pi ujë? Qo? Kam prezentuar dhe një herë me tigra. Kjo është tigra. E kjo është Stazani, ka bebusha. Kjo është dashuria ime vogël. Një prej dashuriave të mia të vogla. I kapëm flokët e mi. Se kemi shumë që thonë, kepi flokët se të shkojnë. Ku më shkojnë? Ku? Në çfarë lloj pjese shikon ti që mua më shkojnë flokë të kapura? Së shikoj. Nuk të shikoj. Pari. Nisem. Vazhdojmë ditën se shkojmë për ecje nga Lëqeni. Hajde. Shkojmë për ecje nga Lëqeni. Oh, super. Ndërkohë që kam 70.000 punë. Hajde, qo edhe ti me mua, qo, shko për ecje. Qo më pret. Iku para meje. Zotri, keni harruar që keni ardhur me grunë, duket. Më kanë nxjerrur nga Lëqeni për vrap. Po më veç vrap nuk po bëj heci. Po më lë mrapa. Edhe u detyrova pak të bëja vrap. Se nuk më priti derisa do këpusja një lule, sa as lule nuk më sjellin më. Çka që shikon? Tani u kthyem në shtëpi. Të lahemi pak, të vishemi dhe të vazhdojmë punën. Se kemi shumë punë. E preti punë shumë e madhe para, kështu që për një 4-5 orë, mos më shumë, do humbë. Kështu që besoj se do kemi përsëri një nga darka. Po bëra dhe një gjë tjetër sot. Spera. Që të ju të regoj? Se si flej gjumë? Nuk jo të regoj të të. Se bëj shaka. Do të takojmë ndoshta edhe për drek. Që të regoj se çfarë do bëj për drek. Varet. Në qoftë se do jem në atë lloj moodi për t'ju ja treguar. Gjithsesi për momentin, bye! Kjo është e bukur ime! Hajde shpejt! Hajde shpejt, mëre, aman, mëre. Më hodhe, mëre. Po ti. Dhe si
përfundim përveç punëve, erdhëm edhe të mami dhe të babi. Kaq. Asë gjë tjetër së bëjmë. Tani do rim 1-2 orë këtu, do ikim prapë në shtëpi. Paçi. The next day. Atëherë. Tani do bëjmë supermarket haul. Nga Jungle. Not sponsor normalisht. Por sot kemi një dark të ekzekutuar. Dhe për darkën do të kemi 2 fileto pule. Një salat Cezar, një salë Cezar për salatën. Një salcë barbecue, se se kam provuar njëherë, po nga që dua të bëj mishin edhe si për mishit dua të bëj qik salcë, do të provoj me këtë. Patate të vogla. Marrë 2 copë si këto. Gjalp, se ne kishtë marruar gjalpi. Grana padana se na duhet për salatën. Edhe një evrika. Kot të më gjendë të të nështu. Kaq, dhe të vëllë. Në të stajnë të e marrë dhe mishin. Ky është supermarket haul. Do vi edhe brokoli me lule lakra dhe kaq. Tani vazhdojmë të gatuajmë. Nejse. Vazhdojmë të gatuajmë shpejt. Pse jemi vonë. Dhe tani fillon larja e patateve mirë e mirë. Me sfungjer dhe me ujë të bollshëm. Dhe po ju a bëj parapri që tani në fillim. Nuk dua as edhe një koment për thojnë të mi. Se si I ka mund thojnë, e di vetë. Okej? Ignorantët ju lutem shumë të dalin jashtë videove të mia. Faleminderit. I prejmë patatet në mes. Vetëm në mes, janë baby patate, kështu që nuk ka nevoj për më tepër. Sa po erdha unë? Jam unë. Si që pat, na erdhi edhe ndihma jonë e vogël. E vogël jo, e madhe, se do të shikoni në vazhdim se çfarë ka bërë Gjoni. I ndrova tepsi patateve se nuk nxenin ajo tepsia vogël dhe I ka marinuar me vaj ulliri, me krip, me hudhër pluhur, edhe me rigon. Kjo gjë e zezë këtu është rigon. Dhe para se ta vendos në furr, do ta përzim mirë, siç e shikoni, mirë që t'i hy kripa edhe çdo erëz mirë sa ne këtej, dhe do t'i bëj edhe gjalp. Do ta mbyll përsëri me letër alumini, edhe do ta vendos në furr derisa patatet të zbuten. Mbasi të zbuten patatet, do t'ja heq letrën e aluminit edhe do t'i lejnë që të marrin thjesht një faqe. Dhe kështu janë patatet në përfundim fare. Atëherë tani filloj me perimet. Unë do zi vetëm brokol edhe lule lakër. Do t'i presim mirë që t'i heqim ato që nuk na duhet. Tani do t'i lajm mirë, po shumë mirë ama, që t'i hiki çdo papastërti, do t'i lejmë që të zi. Ujti para se të vendos në perime që të zi, duhet të jetë I valuar mirë dhe t'i leni vetëm 5 minuta, edhe as 1 minutë më tepër. Tani do përgatisim filetën e pulës për sallatën Cezar. Do të presim kështu në kubik të vogla dhe do ta lejmë të skuqet.
se të vinë në këtë lloj faze që kam marrë një ngjyrë kështu të kuqeremt. Tani të përgatisim salsën që do hedh sipër mishit. Për salsën kam përdorur atë salsën barbecue, i kam hedh limon, krip dhe një lugë mjalt. I kam përzi mirë. Për mish kam marrë bërzolla viçi. Pjesën tjetër tani e ka Gjoni në dorë. Si që shikoni, i ka skuqur mirë. Dhe në fund fare, por kam harruar ta kap atë pjesë, i ka hedhur përsëri gjalp edhe i çik rozmarin edhe hudhër që të zbutet. Saltën e përgatitur më përpara i hedhim të tiganin që kemi skuqur mishin që të marri aromën e mishit. Dhe e kemi lënë të zi dhe kaq. Ky është Sergi që ka dalë kështu. Thjesht do të dilte në kamerë. Edhe salca është gati, kështu që tani do fillojmë me përgatitjen e tavolinës. Ju do shikoni vetëm përfundimin. Urdhëroj përfundimi. Shpresoj që ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni like dhe subscribe. Takohemi në videon e radhës.